Përshëndetje, ju njohim me shtypin e ditës për këtë të premte datë 14 nëntor. Gazeta Panorama hapet me lajmin: nga emigracioni te mbrojtja dhe ekonomia, Shqipëri-Itali firmosin 16 marrëveshje, Rama dhe Meloni shpallin partneritetin strategjik. Spaku merr nën hetim shkreun e burgjeve Agimi Ismaili për grup kriminal dhe përgjime të palishme. Aeroporti i Vlorës u mor me dhunë akuzat e Valon Ademit për pacollin. Në gazetën Dita mund të lexoni: u bën miliarder brenda natës, skandali rumun, transkriptet e bisedave sekrete përmendin shifra të mëdha, ndikim politik dhe një shprehje që në Shqipëri ata u bën miliarder brenda natës. Kush është luftar Hysa i sankcionuar familjarisht nga SBA dhe pse përmendet Edi Rama? Një investigim që godet jo vetëm vilën e nënkryetarit të ri të Bashkisë së Tiranës, po shpiket Pengjeria 2 për të shtyrë dimrin, reforma territoriale dhe llogarit elektorale. Pse qerat kanë prekur një nivel historik. Nga rubrika e shëndetit mund të lexoni: njihuni me magjinë e grupit më të rrallë të gjakut në botë. Në gazetën Telegraf mund të lexoni: korrupsioni dhe kaosi si enë komunikuese. Të hënën protest, Zhupa denoncon Kumbaro emëroi Arta Dollanin me konkurs fiktiv në krye të arsimit parauniversitar. Në gazetën Panorama Sport mund të lexoni: ëndra amerikane kalon nga play-offi, trajneri Silvinho nuk jemi Gjermania, Broja e ka problemin me veten, me sfushori Aslani e ndjeva se do të ishte gol i rënd. Presidenti Duka: do të luajmë më bukur ndaj Anglisë, si u zgjidh ndeshja, tregon. Vata, viti i arti vllaznis, janë kushtet për titullin bardhë blu. Tirana, mbrojtja po shëmbet dita ditës. Elbasani, makineri e qetë, golat e huaj mbajnë kreun. Norvegjia shkon në botror pas 28 vitesh. Italia pret. Franca në USA, Ronaldo tradhton Portugalin. Via, Spanja nuk është varur kurrë te yjet.